Qendra Shqiptare Islamike në Michigan njofton të gjithë besimtarët dhe komunitetin shqiptar se darka e Kurban Bayramit do të organizohet të dielën më 31 maj 2026 në ambientet e qendrës. Dyert do të hapen në orën 5 pasdite, ndërsa programi festiv do të fillojë në orën 6 pasdite. Në këtë mbrëmje të veçantë do të ketë një program fetar dhe kulturor të përgatitur nga studentët e shkollës së qendrës, kushtuar festës së Kurban Bayramit. Gjithashtu, për gjithë fëmijët e pranishëm do të ndahen dhurata. Kjo darkë dhurohet nga zoti Zaim Sefer, zoti Avdi Puraj dhe zoti Qazim Xhilaj, të cilëve qendra u shpreh mirënjohje të veçantë për bujarinë dhe kontributin e tyre. Hyrja për të rritur është $30, ndërsa për fëmijët në moshën 12 vjeç është $10. Ju lutem, për rezervime kontaktoni numrin 313 588 1628. Pagesa mund të bëhet me credit card, Zelle ose PayPal. Afati i fundit për rezervime është e premte më 29 maj 2026. Rezervimi i një tavolinë të plotë është për 8 deri në 10 persona. Qendra Shqiptare Islamike në Michigan ju uron të gjithëve Kurban Bayramin, me dëshirën që kjo festë të sjellë paqe, mirësi, shëndet dhe begati në çdo familje. Ju mirëpresim të festojmë së bashku, të dielën më 31 maj në darkën e Kurban Bayramit.